Mirëmëngjes, mirë se erdhët në kanalin tim. Atëherë, siç po e shikoni nga video, sot mami to be gati 7 muajshe po shkon në pushime. Do shkoj në një fundjavë super të gjatë me shoqen time të ngushtë, Sarën. Sot është e premte, nuk e di se kush do publikohet video, kështu që po ju them, sot është e premte dhe ne do jemi të premtet, shtunë, të diel, të hënë, të martë. Po ikim me makinë sepse do shkojmë në një vend shumë të bukur të Francës që quhet Etretat. Në fakt ne kemi kemi marrë hotelin në disa 20 minuta larg Etretatit, sepse Etretati ishte shumë në veri dhe ne donim të ishim diku nga mesi që të shikonim edhe disa pjesë të tjera të qik më në jug, kështu që Le Herve është qyteti ku ne kemi bërë booking dhe është qyteti ku do flem pra për të gjitha këto ditët hoteli. Dhe nga aty besoj Le Herve është një qytet që do të thot edhe pasi kemi shkuar në hotel dhe duam të ham diçka, mund ta bëjmë pa problem sepse është qytet dhe ka çdo gjë, është një qytet madje me port, pra në det. Dhe kemi shumë pika ku duam të ndalojmë. Një prej tyre është një mrekulli që ka Franca, do t'ja u tregoj të gjitha në këtë vlog, mbase mund të kemi 2 ose 3 pjesë, sepse unë besoj që kjo është një ndër pjesët më të bukura të Francës ku ne po shkojmë, quhet Normandi. Besoj e keni dëgjuar edhe nga këto filmat me Viking. Normandia ishte një pjesë shumë e zhvilluar e Francës, sidomos për sa ishte shumë e njohur për sa ju përket luftëtarëve të fortë edhe luftëtarëve, pra vajzave të forta. Kështu që ne po shkojmë në Normandi, në Francë. Edhe jam shumë e lumtur që dhe këtë vit ja dolëm për të realizuar udhëtimin ton. Unë tani po shkoj tek Sara. E kishim lënë orën 7, por e keni parasysh si shqiptarë që jemi ora 7:12. Derisa zbrita dhe njerëz, më besoni, kisha dyshimet e mia shumë të mëdha se çfarë të merrja me vete, sepse nuk do jetë koha më e mirë, do jetë pra 15-16 gradë, pra ftohtë. Dhe mua gjërat e dimrit nuk më bien më. Kështu që kam marrë shumë gjëra, e kam tepruar shumë sepse nuk e di si do jetë koha, si do përshtaten dhe çfarë do vesh dhe më mirë, meqense shkoj me makinë, i mban makina fundja, edhe mora një valizhe super të madhe se që pat, edhe Shtefani më tha, se i mëre ke tepruar, tha, sa di do rishti? Ti thashun, unë nuk kam pasur një valizhe kaq të rëndë kur kam shkuar 2 javë me pushime. Gjithsesi jemi vajza, mora dhe laptopin se duhet të editoj edhe të publikoj çdo ditë video, kështu që më vjen keq, por shkojmë marrim Sarën gjithsesi edhe shpresojmë që udhëtimi të na shkojë mbar. Shikoni sa gjëra kam marrë. Torpi zotit për 5 ditë. Turp. 4 ditë. Shiko Sara, shiko unë. Një propa dimri, zë në vend. Mirë se erdhëm në Belgjik. Iku një shtet. Ich finde es immer ganz spannend, diese Kurse mit euch, weil ihr alle so wahnsinnig viele ganz konkret Geflüchtete im Thema Trauer, trauersensibler Mirë se erdhëm në La France. A këtu do ndalëm jam. Po bëjmë një ndales, pas 3 orësh kemi bërë gjysmën e rrugës dhe do hëm buk bashkë me shoferët e kamionave. Që s'kemi ndonjë që po bën qici.
Neve arritëm tek hoteli, por tani e kemi bërë rumuj, kështu që do t'ja u tregojmë nesër kur ta rregulloj ajo gruaja, sepse sa erdhëm, ushtriva morëm pak veten. Hoteli ishte shumë i bukur, po do t'ja u tregojmë të gjithë. Kështu që tani jemi bërë gati. Bosa i madhe. Edhe do dalim të shikojmë qytetin e Le Havre. Kjo është hoteli. Da ule, hajde ulemi këtu. Pse flen këtu këta? S'kan vend ku të flen? O, po shiko, qënë ka një atje, hajde shkojmë ulemi atje. Haj. Ana. Atje rruga shkoj shumë mirë, tani po gjitemi tek bari i hotelit. Pim një kafe. Si shko që ka këtu? Shikoni si e kemi rooftopin. Fantastike. Sa që nga shumë bukur këtu. Dhe shikoni si duket kjo pjesa e kanalit. Dhe besoj detin e kemi shumë afër. Okej, sa po jemi nisur për në qytetin e vjetër, në qendër. Dhe do ja tregojmë të gjitha një nga një. Jemi veshur thjesht, po pak ngrohtë, sepse nuk është dhe aq ngrohtë. Ande, ja, ik. Okej. Çe? Mirë se erdhëm dhe erdhët në Le Havre. Këtu fillon edhe pak qendra e qytetit dhe siç e shikoni kemi një familje shumë të bukur mbas nesh. Ndihet pak ajo fryma franceze, por arkitektura nuk ka filluar akoma të jetë aq franceze, tradicionale franceze siç ne e dim nga Parisi. Mbase është diçka më ndryshe, po ne do shkojmë te qyteti i vjetër dhe do ta shikojmë. Kështu që do t'ja u tregojmë sa të mundem qytetin. Ndalesa e parë si është me kisha? Joseph. E shën Josefi, do ta shikojmë tani nëse mund të futemi brenda, do ishte shumë cool të futemi brenda. Edhe ta shikojmë se si është. Kjo është një must për qytetin e Le Havre. E shën Josefit e pam, hyrja ishte falas, gjë që më pëlqen shumë në përvendet Europës, sidomos në Gjermani edhe në Francë që e kemi parë deri tani, që nuk janë me pagesë, mund të lësh një pagesë të vogël simbolike nëse ke dëshirë. Kisha ishte shumë e lezetshme, ishte shumë ndryshe nga kisha që kishim parë deri tani, sepse ishte e gjitha e ndërtuar me bloqe betoni, edhe ishte shumë e lartë qendra që ishte kupola. Tani do shkojmë në një vend që tek plazhi i qytetit. Ne do ta shikojmë, ndoshta ka ndonjë bar, të ulemi të pim diçka, të shëtisim pak aty tek pedonalia dhe në fund do ta përfundojmë tek qendra e qytetit, sepse po na ha çik bukur.
Na erdhi ushqimi. Unë, këtë, Sara. Pasi mbaruam së ngrëni, ndalesa tjetër është te kush katedralja. Edhe duke ecur rrugës pam një vend të lezetshëm që është ky muzeu këtu i historisë. Shumë ndërtesë e bukur dhe tham pse jo, mos t'i hedhë një sy. Pas ka dhe park fëmijësh dhe për të ulur stola, shumë lezetshëm qënka. Ndërkohë që kishën e kemi katedralen e kemi para nesh. Se çfarë do të thotë ky njeriu zog, nuk di t'ja u them, Google-ojeni vetë. Po ja, qënka. Qënka Shtefani kë. Shtefani qënka. Është një artist francez që ka bërë 2020 në bronz. Është një standing on a perch. Është art modern. Art modern. Ne nuk e kuptojmë. Dhe kjo është katedralja që e kishte Notre Dame. Notre Dame i kanë. Duket shumë e bukur, nuk mund të hymë brenda, por besoj mbase do kemi mundësin ta shikojmë një ditë tjetër. Gjithsesi, siç e shikoni detajet i ka ngjan me të gjitha katedralet franceze pak a shumë, por është pak më e vogël. Dhe kjo pjesa e para mendoj që është më e vjetër se ajo pjesa e kullës atje që duket sikur është rikonstruktuar. Si mendoni? Është ora 3:30 edhe unë ngritëm dhe dolëm me shpejt jashtë sepse unë ndes alarmi i zjarrit. E Sara sa doli që të pyesi se sa u bërëm gati ne që të dilnim, alarmi pushovi. O asa u trembëm. Po arritëm në Har Fleur. Edhe po futemi tashi këtu sikur duket që është rrugë me kaldrëm dhe mendojmë që mbasa mund të jetë pjesa e vjetër e qytetit. Dhe shikojmë që është një katedrale ose kish që duket goxha e lezetshme për ta parë. Është i vogël, është një komunë, kështu që ne do i marrim pjesën më të bukura. Edhe thjesht ishte një stop rrugës sepse e kishim rrugës si qytet, si komunë. Ndalesa e parë ishte te kisha San Martin. Po, kisha San Martin. Nuk ka asnjë njeri këtu. E kemi kishën për veten tonë. Edhe katedralja është e bukur, siç e shikoni të gjitha këto harqet janë shumë të lezetshme dhe duket që është goxha e vjetër, edhe më pëlqejnë shumë atje tek dritarja, ngjyrat që figurojnë, pra pasqyrojnë direkt marrin ngjyrë nga drita. Nuk ka asnjë njeri, kështu që është një vend shumë i lezetshëm dhe i vogël këtu. Nuk është një vend shumë i vizituar dhe kjo gjë më pëlqen sepse gjithmonë shkojmë nëpër qytete që janë super me turist, edhe këtu je për shefin tënd. Shishë si të regon si është ndërtuar.
Edhe kjo këtu është pjesa e qytetit të vjetër. Pas kemi domate me maj. Hapim çadrën. Ko ne kemi shumë të bukur. Ue, 11 minuta tani. Vim 2 sekonda sa të na ikë trafiku. Edhe këtu ku paguajnë tonë sa të besa. Pont de Normandie. Ata që ka një orë. Pa me ura që do kalojmë atje. Mbaruam vizitën tek Harfleur. Vendi tjetër është Hornfleur. Dhe po shikojmë që kemi pak trafik rrugës, po ne në makinë jemi, ngrohtë jemi. E na grin nga lekët. Po edhe ka prap nga ato. Si juhe në Shqip? Një sekundë. Jemi shumë të dobta. Shumë të dobta. Mauta. Gjermanisht. Tolls në anglisht. Që s'ta hapnin trarin pas ka... Trara! Po jo dhe se ka një fjallë ato. Trarja autostradës. Ajo gjëja ku paguan që të hapin trarin. Nuk kemi pirë. Jo, është shumë erën. Tash jemi në Hornfleur. Po si quajnë? Sa po arritëm në Hornfleur. Ishte një eksperiencë shumë e veçantë, ura. Që ishte shumë e lartë dhe ndjesha sikur isha në roller coaster, edhe mu dridhen një çik gjunjët, po pak. Tani kemi arritur këtu sa po parkuam dhe po shikojmë që parku që nga fantastik, pas ka shumë lojra, shumë gjëra. Shikoni. Dhe do ja u tregoj pikën më të bukur të qytetit ku do shkojmë. Pas ka dhe shumë pazar, ka dhe shumë njerëz. Thjesht lëvizim edhe një çik ndoshta më në për qytet edhe. Shikoni sa bukur. Këto tavolinkat këtu jashtë, fantastike, shumë romantike. Edhe ka ndërtesa pastaj po ashtu shumë të vjetra që ndihesh tamam që jemi në arkitekturën franceze. Do të shkojmë në kishën. Kemi ardhur në një shef që nga me gjëra shumë të vjetra. Një si tip kulle. Jo është kisha, Sara. Edhe kjo, po kjo e ka hyrjen këtu më duket. Po do futemi pa tjetër. Edhe këto shtëpit me jeshillak. Pse janë gjithë flamurët e vendeve të ndryshme? Asun, nuk janë flamura kështu. Ndoshta. Tani po bëjmë një xhiro rreth e rreth qytetit dhe shikoni janë këto rrugët super të ngushta. Shikur Sara. Edhe ne thjesht po ecim të shikojmë qytetin. Pasi pivëm diçka, lëvizëm. Dhe qyteti Hornfleur, qytet shumë i bukur, shumë i lezetshëm, edhe pse është shi, prap e shijon çdo gjë, është shumë turistik, ka shumë njerëz, sidomos tek ai pjesa e rrethit, ku ishin këto baret dhe restorantet. Por të jep një shije, një ndjenjë, si po ecim në disa rrugë të ngushta të mesjetës, e ta mendosh sa njerëz kanë kaluar këtu. Kështu që shumë e bukur, shikoni.
Ndalesa tjetër është tek Grand Plage de Trouvier. Dhe është një plazh i një zone këtu që duket shumë i bukur nga fotot. Shpresojmë të na dalë mirë. Edhe po bie shi dhe ka thënë që nga ora 3 nuk do ketë më shi, kështu që shpresojmë që të jetë e vërtetë. Edhe Google-i mos na gënjej. Shikoni në çfarë vendi magjik që kemi ardhur. Çdo shtëpi duket si kështjell. Ku t'i gjohën të gjitha janë kaq të bukura, edhe rrugës që erdhëm deri këtu do ndalojmë dhe pak në qyteti, se ishte shumë i bukur. Mirë se erdhët në plazhin e kujt? Do t'ja vendos poshtë se tam 100 herë emrin, po e haruam dhe këtu që ka një nga pikat shumë të bukura të qytetit, siç po ja u thosha. Do shkojmë poshtë tek plazhi dhe do ecim, do kënaqemi. Kështu që pastaj do bëjmë një stop të vogël te qyteti, se ishte shumë i bukur apo jo. Grijo. Për të dukur bukur. Qëshore, po do bëjmë plazhne. Ja. Ndalesa e radhës është në... Oh, shikoj që po del dielli, të thash. Jemi ullur sepse... sa bukur, shkoj një pëllung. Jemi ullur, vazhdo. Jemi ullur në një lokal, në një bar, lokal, restorant, sepse menduam që erdhëm deri tek plazhi i bukur këtu të pinim diçka. Domethënë nuk na mori mendje, po edhe po të na kishte marrë mendja prapë do ishim ullur. Që një leng portokalli është 8 euro, edhe një akullore me 2 kështu. Me 2 topa. Google do të thësha. 2 lugë. Me 2 lugë është 6 euro. Kështu që gjërat janë pak të shtrenjta në këtë qyteti këtu, por është qytet shumë i bukur që besoj që ja vlen shumë ta vizitoni nëse do vizitoni pjesën e Normandis. Si quhet qyteti dhe një emër? Trouville-sur-la-Mer, diçka e tillë. Trouville-sur-Mer. Do t'ja u shkruaj. Trouville-sur-Mer. Shumë i bukur, shumë i lezetshëm dhe duket që është një qytet i pasur. Nuk kishte banesë që i thosha, ua sa e bukur kjo, ua sa e bukur kjo, po sa e bukur kjo dhe kjo. Edhe rruga për të ardhur deri këtu, domethënë ishin ato vilat në mes të asgjës kështu si ferma, po shumë të bukura, shumë të investuara. Kështu që neve u kënaqëm vetëm me rrugën që erdhëm deri këtu, me plazhin, me këto ndërtesa këtu. Pa da bom. Ja, cunat. Mam cuni. Dhe tani do nisemi pak nga pak drejt hotelit. E kam mendjen çik ajo ura. Por tani jemi me eksperiencë, kështu nuk na prish punë. Do bëjmë një pauzë në hotel dhe pastaj do gjejmë një restorant ku do shkojmë të ham për në darkë, do qetësohemi pak në hotel, do shikojmë fotot që kemi bërë, do shikojmë dhe kemi parë shumë sot, kemi parë 1, 2, 3 qytete, kemi parë kisha sa të duash. Edhe këto plazhet shumë të bukura edhe të rruga që ka qenë fantastike. Kështu që besoj, ja kemi kaluar shumë mirë deri tani. Sa është ora, vajti 3? 30. Po, kështu që derisa të kthehemi neve, paka shumë është 40 minuta, shkon ora 4, do ulemi një çik, të shikojmë një çik telefona, të shikojmë ndonjë foto që mund ta kemi bërë dhe besoj nga ora 6 të dalim për të ngrënë. Dhe mbase në hotelin ton, sipër, ka një rooftop bar, edhe mbase do ulemi aty për në darkë. Dita është shumë e bukur dhe mendoj që ishte një mënyrë e mirë për të harxuar se nuk ka diell dhe normalisht që nuk mund të shkojmë në ndonjë vend që të bëjmë piknik apo të ulemi në rër, kështu që sot e kemi bërë vërtet si detyr.